Në lagjet e vjetra të Shkodrës jetonte Usta Besniku, një furtar me zemër të madhe, dora dhe shumë i dashur nga të gjithë. E respektonin dhe e donin, sepse ishte një njeri i gatshëm për të ndihmuar. Një ditë, Usta Besniku pa përpara dyqanit të tij Arbenin, një nga të rinjtë e lagjes. Ai e dinte se Arbeni kishte kohë pa punë, me halle mbi supe, dhe shpesh herë shikonte me dëshpërim bukën e nxehtë të furrës së Usta Besnikut. Një pasdite, teksa Arbeni po kalonte pranë furrës, Usta Besniku i thirri: "Arben, biri im, hajde pak këtu." Kur djali ju afrua me hezitim, Usta Besniku, duke u përkullur lehtë që të mos e dëgjonin të tjerët, i pëshpëriti: "Biri im, çdo mbrëmje, kur të mbyll dyqanin, merri ti 2 nga ato bukët e nxehta që mbeten në tezgah. Kështu nuk shkon dëm as buka dhe ti i çon bukë të ngrohtë në shtëpi." Arbeni u prek thellë nga kjo ofertë kaq e sinqertë. Syt i shkuan në lot dhe ai e falenderoi ustain pa pushim, duke marrë bukën dhe duke u nisur me nxitim për në shtëpi. Javët kaluan dhe Arbeni vazhdoi të vinte çdo ditë për bukën e tij. Falënderimet e thella të fillimit u zbehën ngadalë, duke u kthyer në një lëvizje rutinë koke, një mirënjohje e heshtur, pothuajse e harruar. Usta Besniku, me sytë e tij të ditur, vëzhgonte ndryshimin, një grinj trishtimi e pashprehur në fytyrën e tij të lodhur. Kaluan muaj. Arbeni tani hynte në furrë pa u ndalur për të takuar Usta Besnikun. Nuk bënte as kontakt me sy. Ai shkonte drejtë në tezgah, hidhte 2 bukë në çantën e tij dhe largoi pa thënë asnjë fjalë. Usta Besniku, ndonse i lënduar thellë nga kjo sjellje indiferente e djalit, nuk fliste. Ai e ngushëllonte veten duke thënë: "Fundja, unë e bëj këtë mirësi për hir të Zotit. Nuk është për të folur." Deri në atë ditë të ftohtë e të acartë dimri, një stuhi e papritur dëbore kishte zënë papritmas, duke bërë që banorët e lagjes të dyndeshin në furrë. Edhe pa u errësuar ende, të gjitha bukët në tezgah ishin shitur. Nuk kishte mbetur asnjë cop bukë. Usta Besniku po mbyllte furrën kur dera u hap me shpejtësi dhe Arbeni hyri brenda. Pa hapur gojën për të përshëndetur, ai kërkoi menjëherë me sy tezgahun. Në tezgah nuk kishte asnjë bukë. Arbeni rrudhi vetullat dhe pyeti me zë kërkues: "Ku janë bukët, Usta?" Usta Besniku, me lodhjen e ditës dhe një ndjenjë të lehtë sikleti, u mundua të buzëqeshte. "Sot ra papritur dëbor, Arben, dhe të gjithë morën bukë. S'ka mbetur asnjë sot. Më fal." Arbeni, pasi dëgjoi këtë përgjigje, fytyrën i u vrent menjëherë. Gjuha e trupit ju tensionua dhe toni i zërit i u bë menjëherë arrogant. "Si s'ka? A nuk e diti Usta që unë vi çdo mbrëmje pikërisht në këtë orë për të marrë ato bukë? A nuk duhet i kishe lënë më njanë pjesën time? Çfarë do të çoj unë tani në shtëpi?" Kështu filloi të fliste ashpër me Usta Besnikun. Usta Besniku mbeti i shtangur nga këto fjalë. Ajo mirësi që ai e kishte dhuruar pa pritje, muaj me radhë, me djersën e ballit dhe me dëshirën e zemrës, ishte shndruar në një të drejtë të kërkuar nga djali, pas një fije turpi. Kjo vepër e mirë, që i kishte ardhur nga shpirti, ishte bërë në mendjen e Arbenit një detyrë detyrueshme për furtarin. Usta Besniku mori një frym të thellë për të mos u zemëruar. Ai hoqi ngadalë për parsën e bardhë dhe e la më njanë. Pastaj bëri një hap drejt Arbenit. "Më dëgjoj, Arben. Unë ato bukë nuk t'i jepja sepse kisha ndonjë detyrim ndaj teje, por sepse më vinte nga shpirti. Ato bukë ishin një dhuratë, një mirësi e imja, asnjëherë detyrim." Arbeni, i cili e kishte njohur gjithmonë Usta Besnikun si një njeri të qeshur, shihte për herë të parë atë vështrim të prerë në fytyrën e ustait. Usta Besniku e përmbylli fjalën e tij. Nganjëherë i bën një mirësi një njeriu, por ai njeri, me kalimin e kohës, kapet nga një krenari dhe mosmirënjohje e tillë, saqë harron që ajo ishte mirësi dhe në mendjen e tij e konsideron si detyrën tënde. E po, tani po e kuptoj se mirësia që unë bëra në sytë e tu është shndruar në një detyrë që unë jam i detyruar ta bëj. Prandaj birë, koha ka ardhur dhe ka kaluar që ti ta fitosh bukën tënde me djersën e ballit. Hadi, të shkoft mbar.
Kjo histori nuk është thjesht një mësim fiktiv. Është një sjellje universale njerëzore, e pranishme në psikologji dhe sociologji që shumë prej nesh e kanë përjetuar. Truri i njeriut shpejt mësohet me situata pozitive të përsëritura dhe e kodon ato situata si normale. Buka e dhënë ditën e parë është një shpërblim i madh, por buka e dhënë ditën e 50 shndrohet në një rutinë të zakonshme dhe mirësia harrohet. Mirësitë e vazhdueshme, pa kufi të qartë, pa arsye dhe pa afat kohor, krijojnë të marrë sipas një farë kohe perceptimin se ndoshta unë e meritoj këtë. Si rezultat, ndjenja e mirënjohjes zhduket plotësisht. Pala që jep vazhdimisht, në momentin e parë që thot jo, qindra mirësitë e bëra në të kaluarën anulohen menjëherë, sepse truri i palës tjetër mendon se i është marrë diçka që tashmë i përkiste atij dhe reagon me zemërim, si i tradhtuar. Me pak fjalë, të dish të vendosësh kufi me njerëzit të cilëve u bën mirë është e vetmja mënyrë për të ruajtur vlerën e mirësisë që bën.